doja që me ju të duke qenë se me ambasadorin dhe me kolonelin doja të ndalesha në politikën makro, me ju doja të fokusohesha tek raportet konkrete mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës. Unë e di që ju nuk keni shumë kohë, ndaj do të jemi intensiv në bisedën me ju. Për herë të parë, në këtë emision ju keni folur për rëndësinë, peshën e bazës së Bond Steelit dhe masat që po merren. Doja t'ju pyesja specifikisht, çfarë të reja shkemi përsa i përket qasjes së re amerikane ndaj bazës së tyre ushtarake në Bond Steel të Kosovës? Faleminderit shumë. Ajo siç e kemi biseduar edhe më parë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rikonfirmuar angazhimet e saj serioze sa i përket aktiviteteve ushtarake në Gadishullin Ballkanik, përkatësisht në Kosovë, dhe se këto autoritete apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës po punojnë fuqishëm për të realizuar planet e tyre afatgjate të sigurisë, të cilat kanë të bëjnë me ndërtimin e bazës amerikane, një bazë e cila do të vendoset në bazën aktuale të brigadës shumëkombëshe lindje e cila quhet të Bond Steel. Aktualisht në Ferizaj kemi bazën shumëkombëshe lindjes e cila ka pjesëtar të ushtrisë amerikane dhe pjesëtar të shteteve të tjera anëtare të NATO-s. Është një brigadë e cila është një brigadë shumëkombëshe dhe e cila ka për qëllim organizimet e aktiviteteve ushtarake sa i përket të zonës së lindjes. Por ajo që është me interes përmendet edhe një herë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të planeve të saj afatgjate për siguri në Kosovë do të shndrojnë këtë bazë nga bazë ushtarake e NATO-s në bazë amerikane. Ajo që dihet deri më tani janë bërë aktivitetet të sa i përket çështjes së shpronësimeve dhe detajimit të zonave, mund të themi kufitara apo zonave katastrale të cilat do të jenë në kuadër të kësaj baze. Baza do të ndahet në dy pjesë. Njëra pjesë do të shërbejë për qëndrimin e familjarëve dhe familjeve të angazhuarve në këtë bazë, dhe pjesa tjetër do të jetë me mjete ushtarake. Pritet sigurisht që Kuvendi i Republikës Kosovës posa të formohet apo dhe qeveria e re në punët e para të saj të mund të themi të ratifikoj një kërkesë të Shtetit Bashkuar të Amerikës për vendosjen e një bazë ushtarake amerikane afatgjate në Kosovë me selinë në Ferizaj, e cila do të jetë edhe një urë ndërlidhëse e aktiviteteve të ushtrisë amerikane me baza të tjera në Evropë, sidomos